Mes Mitrovica Live, pse po shë ndërhyrjet elementëve të jashtëm, është e qëllimshme kjo që po e thua disa herë, se e potenzove disa herë garën mes Mitrovica Live realisht. Është çështje e vizionit dhe është çështje e punës. Unë edhe në fushat jam veç me njerëz Mitrovicës dhe e bëj vetëm me Mitrovica Live fushatën time, përfaqësues të logjeve, meq në logje ndryshme, në qytet, në fshatra, pra unë eci me njerëz Mitrovicës. Dhe këtë po e thua sepse po vren shumë elemente jashtë Mitrovicës të duke ndërhyrë në fushata, po. Po ndërhyn është pjesë e tyne, nuk po du më merr, po du me prezantu vizionin tim, po du me prezantu punën time dhe përkushtimin tim bashkë me secilin prej tyre në secilën ditë të ardhshme. Ka pas një status shumë të ashpër në fakt kundër kandidatit Fatam Peci. Nuk kam pa të ju përgjigj. Besoj e ke lexuar dhe nuk kam nevojë ta lexoj, ka folur për një skemë kriminale të PDK-s në bashkëpunim me disa prej televizioneve që ka kulmuar thot me exit poll-ët. Ka folur në fakt se si ka një fushat, një vjeçare që ka kulmuar në ditën e exit poll-ëve dhe thot që fakt exit poll-ët e kanë dëmtuar rezultatin. Cili është komenti yt për këtë gjuhë? Unë menoj që gjuha urrejtjes, gjuha e përçarjes, nuk e bën nder asnjë qytetari, gjithandej Kosovës. Hiç ma pak neve që jena në politikë. Mendoj se populli, po edhe qytetarët e Mitrovicës janë lodhur me përçarje, me arrogancë, me shpifje. Na kemi nevojë për vizion, kemi nevojë për bashkim, kemi nevojë për punë. Në korreke gosht, kushtrim, Arben, korreke gosht, po edhe në fillim të shtatorit në për studio televizive, personalisht për mu, pothuajse të gjithë kam pohu që as nuk e dim kush është, e le mos që mundet me përformu. Unë kam fol për juve të gjithëve me shumë respekt. Për shkak që e kuptoj natyrën edhe punën e secilit që jep vlerësimet dhe komentin boz asoj shkeshe e vren dhe e analizën dhe sigurisht që janë vlerësime pozitive. Pra, nuk është që jam di keq, e jam di i nënvlerësuar kur dikush në studio të juve ose në studio tjera ka thonë jo s'ka shumë sa i me përformu se s'ka kapacitet ose tjetrën. Unë kam fol me respekt, me vlerësim për gjithë. E kam bo punën time me angazhim e përkushtim maksimal. I kam bashku qytetarët e Mitrovicës, i kam ftu për bashkim, e ftoj edhe sonte, e ftoj secilin qytetarët e Mitrovicës që të bashkohet qëllimit tonë për bashkët, se është qëllim për qytetin. I ftoj që të ma vonë mbështetjen, unë kam nevojë për mbështetjen e tyre. Edhe jam i bindur që mbështetjen që ma vonë dhe t'i bëjnë ndihen krenor, po një i tenku edhe unë të dalë me foqet vorë para tyne, sepse unë synoj të rrokte i gjatë me ta. Nuk synoj të bona kryetari i komunës Mitrovicës për 4 vite, e ta përdori pozitën e kryetarit të komunës Mitrovicës për ta lënë Mitrovicën në të vazhdu nivel tjetër. Unë do të vazhdoj të jap kontributin tim gjatë në qytetin e Mitrovicës, për shkak që mbështetja e madhe që ma kanë dhënë dhe duke ma dhënë qytetarët e Mitrovicës, përveç si besim, e marr edhe si investim. Si investim i një qyteti për një djalë të ri, një kodër të ri, dhe besimin e investimin e tyre nuk guxoj me devalorizu, me dëshpëru për asnjë çmim. Pra është i shajt, e marr si të tillë dhe e ndjej e jetoj me to si të tillë. Çfarë ndodhi me exit poll?